Por si sa besoni se mund të zgjasë kjo luftë? Varet nga disa gjëra. Gjëja e parë është që iranianët nuk do të dorëzohen. Ata ngelën duke i refuzuar ofertat e amerikanëve për armë pushim. Iranianët, për mendimin tim, do të pranonin një armë pushim vetëm nëse vrasin Benjamin Netanyahu, se ata duhet marrin hak për Imam Aliun, ose nëse vrasin disa ministra të kabinetit të Izraelit, numër 1. Numër 2, nëse ata do t'i imponojnë amerikanëve që t'i heqin gjithë sanksionet që ata kanë futur Republikën Islamike të Iranit që nga viti 1979, amerikanët e quajnë Iranin shtet terrorist. Domethënë ti po ti je punëtori i administratës amerikane, ti automatikisht klasifikohesh si terrorist nga amerikanët. Domethënë iranianët mund të arrijnë në një armë pushim nëse amerikanët i heqin të gjitha sanksionet që ata kanë vënë kundër Iranit, e lejojnë Iranin që të marrë frym, i lejojnë iranianët që të vrasin disa ministra izraelit dhe të marrin hakun e Imam Aliut, dhe një kërkesë tjetër që iranianët besojnë do t'ia bëjnë amerikanëve nëse arrin armë pushim, do të jetë që Izraeli të tërhiqet nga Libani, Gaza dhe Breku Perëndimor dhe t'japi fund gjenocidit kundër palestinezëve, libanezëve, sirianëve dhe popujve të tjerë musliman. Dhe një nga kushtet e tjera që ata duan nga amerikanët, po nuk e di domethënë nëse këtë edhe mund ta negociojnë ata, nga që njoftimi më i fundit i Gardës Revolucionare ndaj këtyre qeverive arabe të gjirit, të cilat janë të gjitha në panik me Iranin tani. Garda Revolucionare në një nga komunikatat e fundit që kanë nxjerrë ka kërkuar regjimeve arabe, i ka thënë që nëse doni të shisni naftë, dëboni ambasadat amerikane dhe konsulatat nga vendi, nga territori juaj dhe bazat ushtarake. Domethënë Irani do një botë arabe të lirë, e cila nuk kontrollohet nga britanikët, amerikanët dhe izraelitët. Por kuptohet që këto janë kërkesa maksimaliste dhe ngjelet për të parë se si do të shkojë lufta, por me sa unë po kuptoj deri tani, iranianët duan që lufta të vazhdoj sa më gjatë, nga që iranianët janë të gatshëm që të pranojnë çmimin e vrasjes masive të tyre nga amerikanët, por ata duan një përfundim me nder dhe duan që të sigurohen që kjo egërsira judeo-amerikane nuk do të guxojë që të luajë më me ata. Iranianët kanë shembullin e Vietnamit, shembullin e Afganistanit, shembullin e shumë popujve që kanë bërë luftra shlirimtare kundër perandorive, që nga perandoria sovjetike deri te perandoria amerikane, dhe iranianët e kanë parë për shembull që Afganistani është varri perandorive. Bashkimi Sovjetik, edhe pse ishte superfuqia ushtarake e kohës, u mund nga mujahidinët, jo se mujahidinët kishin armë më të mira se sa sovjetët, por u mund nga shpenzimet ushtarake, sepse në historinë e njerëzimit perandorit, popujt e vegjël nuk i mundin dot në luftë frontale, por i mundin nëpërmjet rezistencës së tyre të vazhdueshme. Amerikanët u mundën në Afganistan në luftën më të gjatë në historinë e tyre, që është 20 vjet, nga 2001 deri në 2021, jo se talibanët ishin më të fuqishëm se sa amerikanët, por sepse talibanët i lodhën ata. Dhe perandorit nuk i mbajnë dot luftrat, nga që luftrat e mëdha i rrënojnë perandorit. Bashkimi Sovjetik u shkatërrua nga lufta në Afganistan, nga që pati shpenzime me miliarda dollar sipas kalkulimeve të asaj kohe. Amerikanët u mundën në Afganistan, jo se talibanët ishin më të fortë, por sepse sigur edhe presidenti Donald Trump ja ka përmendur Joe Bidenit kohë më parë, i tha që janë këto luftra që bëm, tha dhe shpenzuan 8 trilion dollar. Pra borxhi amerikan deri para një viti ishte 27 trilion, tani duhet të jetë më shumë, e nga këto 27 trilion, 8 trilion janë vetëm nga lufta në Afganistan dhe në Irak. Dhe iranianët e dinë që ndërsa ata nuk e mundin dot ushtarakisht
Amerikën. Amerika ka superioritet teknologjik dhe është në fuqi nukleare së bashku me Izraelin, por iranianët besojnë që ata mund ta, dhe domethënë këtu janë deklaratat e gardës revolucionare dhe politikanëve iranian, të cilët i thon hapur amerikanëve, ne nuk do të rhiqemi dhe do bëjmë me ju war of attrition. War of attrition do thot luftë shkatrimtare. Domethënë, hajde vazhdojmë luftën. Biles Donald Trumpi deklaroi para 2 ditësh thoshte ne do të çojmë luftaniet amerikane që të hapin ngushticën e Hormuzit. Dhe iranianët i thanë please come. I lutem hajdeni se po ju presim. Se në këto momente që amerikanët po sulmojnë Iranin, e që Irani ka një aviacion fantastik dronësh, ata nuk guxojnë që ti afrohen ujrave iraniane. Goditjet bëhen nga Oqeani Indion, nga Mesdheu, nga deti arab e tjerë, ku domethënë me distanca shumë të mëdha që edhe iranianët e kanë të vështirë që ti shigjetojnë luftaniet amerikane. Dhe biles jo vetëm kjo, por politikanë iranian edhe po i lutën Trumpit edhe po i thonë bohu burr, sill ushtrin tënde në Iran, se duhem që të luftojmë like man to man, si burri me burrin, dhe të përballemi si burrat. Amerikanët kanë frikë që ta bëjnë këtë gjë, dhe Donald Trumpi në këto momente është në një periudhë dëshpërimi për personat që ndoqën konferencën e tij dje për media, ai ishte i dëshpëruar dhe nuk di çfarë të bëj, por si një person ignorant që është, i pa shkollë dhe langaraq, Trumpi thjesht mburri i thoshte ne kemi shkatruar flotën, kemi shkatruar aviacionin iranian, po i shkatrojnë fabrikat e tjera. Po është e vërtetë që ata kanë fundosur shumë anije iraniane, ata kanë shkatruar shumë avion iranian, por edhe iraniani po godet, edhe Irani po godet. Dhe jo vetëm kjo, por Tel Avivi, Izraeli është bërë i pabanueshëm. Kolonët slav që kanë ardhur nga Bashkimi Sovjetik të Izraelit kanë 11 ditë që flenë nëpër tunele, nëpër bunkere. Dhe çfarë sjell kjo? Kjo sjell shkatrimin e ëndrrës zioniste. Jo vetëm për të bërë atë Izraelin e madh biblik që psikopat sikur Netanyahu me kompani duan, por edhe për të mbajtur atë Izraelin e vitit 1967. Dhe çfarë po ndodh tani? Dhe ju në Shqipëri e dini shumë mirë, ne kemi një lukuni me çifutur që po vjen nga Izraeli, që po blen prona, biles kanë filluar po blenin edhe vila nga Zamir Mane, që Zamiri po ndërton në Korçë. Ata nuk po lënë vrim të Shqipërisë. Nga Hasi i Kuksit, nga Kamza, nga Tepelena e deri në Korçë, duke bler apartamente. Dhe për ata persona që ndoqën vizitën e Ramës në Knesetin Izraelit në janar 2026, kur Rama i thoshte Netanyahu po më dridhen këmbët para jush, dhe Rama nuk i njente, e që Rama i ka frikë ata, Netanyahu publikisht i bëri thirrje Izraelitëve, i tha shkoni në Shqipëri. E që shqiptarët duhet ta dinë që përpara krijimit të Izraelit, përpara se të bëjë realitet shteti çifut me mundjen e Hitlerit në luftën e dytë botërore, një projekt i çifutëve ishte që Izraelin e tyre ta krijonin në Shqipëri, nga që e dinin që shqiptarët janë popull pa zot, popull që nuk kanë ndonjë fuqi që do t'i vi në krah dhe do t'i kundërshtoj kolonët çifut. Ndërsa Izraeli, që nga momenti që është krijuar në 1948 e deri më sot, ka parë vetëm luft. Ata njerëz jetojnë nëpër tunele, nëpër bunkere. Dhe për ata do të ishte një ëndër që të vinin në Shqipëri, e duke patur parasysh politikat depopulluese dhe anti-shqiptare që regjimi i Edi Ramës ka ndjekur në këtë dekadën e fundit, ku rreth 1 milion shqiptarë kanë braktisur vendin dhe vendi dhe banesat janë të pabanuara. Për ata Shqipëria është një jackpot dhe Allahu na ruaj, inshallah nuk na kthejnë edhe neve në Palestinën e dytë.